Personat që hanë vezë të zjera çdo mëngjes duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do befasoheni. Veza gjen përdorime pothuajse kudo, në gatime, në ëmbëlsira, në maska bukurie e të tjera, por ajo që e bën të veçantë janë vlerat ushqyese dhe përfitimet që japin organizmit konsumi i rregullt i vezëve në dietën tuaj të përgjithshme. E pasur kryesisht me aminoacid dhe vitamina të kompleksit B, vitaminën D dhe fosfor, vitaminën E, selen, kompleksi proteinik e të tjera, ajo është të përdorur edhe në produkte të ndryshme të mbrojtjes së organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Prandaj në këtë video do të rëndisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i vezëve të zjera. Kur blini vezë, mundohuni t'i zgjidhni ato sa më organike, sepse nuk përmbajnë shtesa hormonale. Për sa i përket ngjyrës, është në dorën tuaj pasi ndryshimi vetëm është nga lloji i pulës, por ato kanë të njëjtat vlera ushqyese për organizmin tuaj. Në këtë video do të rëndisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i vezëve në mënyrë të rregullt. Çfarë i ndodh organizmit tuaj kur konsumoni vezë dhe cilat janë përfitimet që do t'i jepni shëndetit tuaj. Ekspertët e cilësojnë vezën si një nga ushqimet më të mira për të konsumuar sidomos edhe në pjesën e mëngjesit. Duke konsumuar vezë në mëngjes, do të ndjeheni më aktiv gjatë ditës. Në vezë keni madhësi mesatare të plotësimit ditor të rreth 15% të vitaminës B2, i njohur gjithashtu me emrin riboflavin. Ajo është një nga 8 vitaminat që ndihmon trupin të konvertojë edhe ushqimin në energji, duke ju ndihmuar kështu të jeni më energjik gjatë ditës dhe të përmirësoni edhe organizmin tuaj. Vezët do ju ndihmojnë të keni një shikim më të qartë. 2 antioksidantë kryesorë që gjenden tek veza. Luteina dhe zeakanthina kanë efekte mbrojtëse për shëndetin e syve dhe mund të parandalojnë gjithashtu edhe efektet e tyre dëmtuese. Ekspertët i cilësojnë vezët si një nga zgjidhjet më të mira për shëndetin e syve. Këto antioksidantë do të reduktojnë në mënyrë të ndjeshme degradimin makulare dhe kataraktën, që janë ndër shkaqet kryesore të dëmtimit të shikimit dhe verbërisë te moshat e treta. Një studim tjetër i publikuar në Gazetën Amerikane të Ushqyerjes Klinike, pjesëmarrësit që kishin konsumuar të paktën 2 vezë çdo ditë, kishin edhe përfitime më të mira të zeakanthinës dhe luteinës në mbrojtjen e shëndetit të tyre të syve. Ekspertët këshillojnë konsumin e vezëve të zjera si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Kështu, konsumi i vezëve do ju ndihmojë që të ndjeheni të ngopur për pjesën më të madhe të ditës. Vezët janë një burim shumë i mirë i proteinave, të cilat ju bëjnë të jeni të ngopur dhe të reduktoni dëshirën për ushqime jo të shëndetshme. Duke qëndruar të ngopur për pjesën më të madhe të ditës, do ta keni më të lehtë edhe të menaxhoni peshën tuaj. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës së zjerë është edhe ajo e përgatitur në këtë formë. Kryesisht, veza e zjerë do të jetë një nga zgjidhjet më të mira ushqyese që mund t'i shtoni pa frikë në dietën tuaj duke i kombinuar edhe me produkte të tjera. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol. Zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt në gatim sepse yndyrrat që përdoren në skuqe mund të rrisin gjithashtu nivelet tuaja të kolesterolit në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë 1 deri në 2 vezë në ditë, kryesisht në formën e zjerë, pa u shqetësuar shumë edhe për kolesterolin. Sipas të dhënave, ngrënia e vezëve në mëngjes, si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor, mund t'ju ndihmojë edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Kryesisht, përfshirja e vezëve të zjera në mëngjes do ju ofrojë yndyrna cilësore për organizmin. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë edhe në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin edhe riskun e problemeve në zemër. Këto yndyrna
të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu edhe në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak, e përrjedhojë edhe në mbrojtjen e organizmit tuaj. Vezët do ju ofrojnë nivele shumë të mira të proteinës, element ky shumë i rëndësishëm edhe në ndërtimin e muskujve. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinave. Organizmi juaj ka nevojë për proteina të forcojë muskujt në mënyrë të rregullt, por mbi të gjitha, proteinat ndihmojnë organet të trupit dhe trupin të formojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse edhe për muret e qelizave, duke ju ndihmuar që t'jeni më të shëndetshëm, më të mbrojtur dhe të mbani larg gjithashtu edhe problemet e organizmit tuaj. Vezët janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për shëndetin tuaj të syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membrana dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose edhe verbëria. Ndaj, konsumi i vezëve të zjera në dietën tuaj do të cilësohet sipas ekspertëve si një zgjedhje mjaft e mirë ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe në rritjen e përfitimeve të organizmit tuaj. Ekspertët këshillojnë konsumin e vezëve të zjera në vazhdimsi të dietës suaj, si një nga alternativat më të çmuara ushqyese edhe për shëndetin e kockave. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat, gjithashtu edhe për të pasur dhëmbë më të fortë dhe më të shëndetshëm. Vitamina D u mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon gjithashtu nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces do të garantojë që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë dhe më i shëndetshëm në përditshmëri. Ekspertët këshillojnë konsumin e vezëve të zjera si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Vezët e zjera janë një alternativë e çmuar në dobi të organizmit dhe janë cilësuar gjithashtu shumë ndikuese për mbrojtjen e trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Një deri në 2 vezë të zjera çdo ditë është një mënyrë shumë e mirë për të marrë vlerat e saj për të evituar gjithashtu edhe një sër efektesh negative. Disa ullëntime kanë publikuar se konsumi 1 deri në 2 vezë në ditë mund t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e cilësojnë vezën e zjerë si një prej alternativave më të mira. Duke e kombinuar vazhdimisht në dietën tuaj, ajo do të ndikojë në rritjen e përfitimeve të vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vezët janë një burim i shkëlqyer i vitaminave dhe proteinave. Ato janë të larta në vitamina minerale të ndryshme, të cilat përfshijnë vitaminën A, vitaminën B12, vitaminën D, jodin, folatin e të tjera. Ndaj konsumi i vezëve të zjera në dietën tuaj në mënyrë të rregullt mund të cilësohen sipas ekspertëve një zgjedhje mjaft e mirë ushqyese në lehtësimin e komplikacioneve, citon Healthline. Të vegjëlit mund të hanë 1 deri në 2 vezë në ditë. Vezët janë të pasura me ekur, me folat, me proteinë, me acide yndyrore omega 3 dhe omega 6, të cilat ndihmojnë në rritjen e qelizave dhe zhvillimin e trurit dhe plotësojnë kërkesat ditore për proteinë. Një i rritur tipik mund të hajë të paktën 7 vezë në javë, pa u shqetësuar kryesisht edhe për ndonjë problem të mundshëm. Kryesisht vezët e zjera janë një nga zgjedhjet më të mira që mund t'i ofroni trupit tuaj. Forca e kockave bie me kalimin e moshës dhe vezët përmbajnë vitaminën D, e cila do ta ndihmojë trupin të përthithë më mirë nivelet e duhura të kalciumit. Për shëndetin e kockave, të verdhat e vezëve përmbajnë antioksidantin lutein dhe zeakanthin, të cilat reduktojnë riskun e formimit të kataraktës dhe degenerimin makular. Një vezë vetme e zjerë që mund të konsumoni gjatë një dite përmban 78 kalori, 6.29 gram protein, 0.56 gram sheqerna, 0 gram fiber dietike, 0.56 gram karbohidrate totale dhe 62 mg ose 3% e vlerës së saj natrium. Vezët janë një zgjidhje e mirë nëse konsumohen gjithmonë në formën e tyre të duhur. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor,
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.